Abdullah ibn Abbasi thot, këto dy gjëra thot përmbledhin 5 mirësi të Allahut xhaleshanu. E para fare thot, risku halal, pra të jetosh me djersën tënde. Të orienton Allahu xhaleshanu që të punosh ke halali, mos përzihesh me haramin edhe me pislikun. E dyta, kënaqësia e zemrës, të fal kënaqësinë në zemër. Fal lumturinë në zemër për atë që të ka falë Allahu xhaleshanu dhe të ka dhuru prej riskut dhe prej mirësive, ta kënaq shpirtin edhe zemrën, ta mbush kraharorin. Nga një herë ke gjithë dynjan, por nuk ke kënaqësinë e shpirtit edhe të zemrës. E treta, ëmbëlsia e adhurimit. Ëmbëlsia e adhurimit. E katërta, kënaqësia e Allahu xhaleshanu dhe e pesta xheneti me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu. Neve sot po flasim që nëse dikush bën një të mirë, ta di se Allahu xhaleshanu ka për t'ia vlerësuar dhe nuk ja humb kurrë. Dhe në fakt, besimtari duhet ta nojë nga e mira gjithmonë dhe duhet që ta ketë qëllim në jetë që të mundohet që të rezatojë mirësi dhe të bëjë mirë.